Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Deklarata e sonme e Bilal Kasamit, se si do të duhet të dukej partia politike që paralajmërohet vlen me kryetar, sigurisht qaroj që moti që dihen disa gjëra dhe paralajmërohen në toka politike e vlenit, nuk mund të zgjedh kush do të jetë udhëheqësi i vlenit ndërmjet Bilal Kasamit dhe Izet Mexhitit. Por, sonte në emision të televizioni i afërt me vlenin, Alsat u tha nga Bilal Kasami. Do të ketë një trup presidence, ku do të merren vendime me konsenzus. Tamam deklarat tipike e presidencës së ish Republikës Socialiste Federative e Jugosllavisë pas vdekjes së Titës, i po Tito. Modeli që përshkruan Bilal Kasami, një presidencë kolektive, vendimmarrje me konsenzus, kryetar simbolik, strukture përbërë nga disa figura që mbajnë peshë të barabartë, është pothuajse kopje e presidencës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë pas vdekjes së Titos. Pra, paralelizmat janë të qarta. Çfarë kemi këtu? Kemi një kolegjialitet të detyruar. Pas Titos, Jugosllavia funksiononte me një presidencë kolektive të përbërë nga përfaqësues të republikave dhe krahinave, ku askush nuk mund të merrte vendin të madh pa pëlqimin e të tjerëve. Bilal Kasami po propozon një logjik. Liderët e partive brenda vlenit të kenë pesha të barabarta dhe vendimet të merren me konsenzus. Pra, kryetari radhës dhe jo real. Jugoslavia pas Titos kishte një kryetar formal që rrotullohej. Fuqinë reale e kishte grupi. Në vlen Kasami thotë trosh, do ketë kryetar, por vendimet i bën presidenca. Pra, kryetari është më shumë fasadë se sa komandë. Çfarë arrihet? Ballancimi i interesës për të shmangur konfliktin. Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë krijoi presidencën kolektive për të mbajtur bashkë republikat që nuk besonin në njëra tjetrën. Edhe vleni e bën nga e njëjta arsye. Partitë brenda koalicionit duan garanci se askush nuk i mbetet i shtypur. Pra kemi një strukturë komplekse që fshe mungesën e autoritetit të qartë. Bilal Kasami thotë hapur se leadershipi nuk mund të jetë klasike i thjeshtë. Po ta përkthesh në gjuhën e përditshme që e kupton popullata, askush nuk ka autoritet absolut. Prandaj, ndërtohet një makineri e ndërlikuar që i mban të gjithë të kënaqur. Pikërisht modeli jugosllav. Po, i ngjan presidencës së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë. Madje jo vetëm që i ngjan, është varianti politik shqiptar i modelit të Jugosllavisë post Tito në Maqedoninë Veriperëndimore. Një udhëheqje kolektive për të mbajtur ekuilibrat e brendshme dhe për të mos lejuar që një figurë të marrë kontrollin real. Deklarata Bilal Kasamit për strukturën e re të vlenit tingëllon si rimodelim modern i presidencës kolektive të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë pas vdekjes së Titos. Ideja e tij e Bilalit për një presidencë ku vendimet merren me konsenzus, ku kryetarët e partive brenda koalicionit ruajnë pozicionet e tyre dhe ku kryetari i organizatës ka më shumë rol protokollar se sa autoritet real, është pothuajse reflektik i mekanizmit jugosllav të viteve 1980. E mbajmë Bilali ka qenë i ri ose s'ka qenë fare asë kohë. Vleni sinon të shndrohet në një parti të vetme, por mënyra se si e imagjinon Bilal Kasami udhëheqjen nuk është një parti klasike, është një arkitekturë politike ndërtuar për të mbajtur të gjithë të barabartë dhe të kontrolluar. Kjo tregon qartë se brenda koalicionit ekziston frika nga dominimi i një figure të vetme, ndaj krijohet një sistem ku pesha shpërndahet, autoritetet ndahen dhe përgjegjësia zbutet në grup. Pra, modeli propozuar nga Bilal Kasami nuk është sinjal i forcës, përkundrazi, është pranim se ekuilibrat e brendshëm janë aq delikat sa kanë nevojë për një mekanizëm të ngjashëm me atë që përdori ish Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë kur u përpoq të mbante bashkë shtetin pas humbjes së liderit të vetëm. Vlen po sinon të bëhet parti, por po e ndërton veten mbi një strukturë kolegjiale që i ngjan shumë modelit të Jugosllavisë pas Titos. Një lidership i vështirë për të menaxhuar, i dobët në qendër dhe i varur nga kompromisi permanent. Në praktikë kjo do të thotë se proceset vendimarrëse të vlenit do të jenë të ngadalta, të negociuara dhe shpesh të bllokuara, saktësisht si sistemi që Kasami me apo pa vetdije po e imiton. Pra edhe një herë, nuk ka akoma në politikën shqiptare në Maqedoninë Veriore ose në Maqedoninë Perëndimore që të ketë njërisi se përket udhëheqjes së politik bëris. Përherë janë kopje. Përherë janë kopje dikujt dhe atë kopje keqe. Se po të ishin kopje të mira, ndryshe do ishte situata e shqiptarëve në Maqedoninë Perëndimore.
Ipotito Tito. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.